Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të martave si gjithmonë mbetemi tek gjeopolitika dhe sigurisht tek kryeçështja, kryelajmi botëror, lufta që ka nisur në lindjen e mesme. Kam të ftuar mikun e emisionit Dritan Goxhaj. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Dritan, si e vlerësove sulmin që ndodhi nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit? Çfarë mendon se do të prodhoj kjo, po gjithsesi duhet diskutojmë rrugës. Si e vlerësove nga pikpamja ushtarake? E para kemi të bëjmë një sulm të paralajmëruar, pra nuk kishim një surprizë strategjike në këtë aspekt, pra mungonte surpriza strategjike, pasi sulmi ishte i paralajmëruar që do ndodhte. Kishim vetëm një surprizë të nivelit taktik dhe operacional në atë moment, që u bën i kohë caktuar, por edhe kjo nuk zgjati shumë, zgjati vetëm 45 minuta iniciativa operacionale e sulmuesve, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, për arsye se pas 45 minutash Irani filloi kundërpërgjigjen. Direkt pas 45 minutash, pas goditjes të parë që bën ata me raketa Tomahawk mbi shtëpinë e Ayatollah Khomeini, pas 45 minutash Irani filloi me njëherë kundërpërgjigjen me raketa. Pra, iniciativa operacionale në këtë aspekt, sepse nuk bëhet llaf për iniciativë strategjike, sepse iniciativa strategjike kërkon pra fshehtësi të veprimit, fshehtësi nuk kishim sepse të gjithë kemi pothuajse një muaj që diskutojmë edhe shohim ardhjen e forcave, dislokimin e forcave, pra ka ikur iniciativa strategjike dhe surpriza strategjike dhe kishim bëjmë vetëm një iniciativë operacionale momentale, e cila zgjati vetëm 45 minuta. Ndryshe fjala vjen nga qershori, nga qershori ku zgjati gati 12 orë. Pas 12 orësh Irani arriti të kundërpërgjigjej. Të rimerte po. Pra, kurse këtu zgjati direkt 45 minuta. Pra është komplet koha e nevojshme, mjaftueshme që çdo komand të fillojë të lëshojë urdhrat e saj, pra është normale. E qartë. Është një kundërpërgjigje pra ishte një goditje e pritur nga ana e Iranit. Dhe e humbi iniciativën operacionale në këtë aspekt. Totalisht. Dhe në këtë moment iniciativën operacionale e morën iranianët, sepse që nga momenti kundërpërgjigjes nuk kanë pushuar së lëshuari valet e tyre të raketave, me fjalë dje lëshuan valën e 12, sot janë te vala e 13, dhe fakti që ata në 12 qershor, pra në qershorin në 12 ditën e qershorit që ju e përmendët, komanda e lartë iraniane deklaronte që po hakmerremi, pra po hakmerremi dhe po kundërpërgjigjemi në atë që e quajtën true promise, pra premtimi i vërtet 3. Ndërsa tash premtimi i vërtet ka dhe nuk e përmendin fjalën hakmarrje, po përmendin val goditje. Pra kur ti e përmend me val goditje, në aspektin shëndetësor do të thonë që ti ke bërë një plan të parallogaritur. Plani është bërë shumë më përpara, është i përllogaritur dhe vetëm ke pritur momentin që ti sulmohesh dhe ti ke pritur momentin që pasi sulmohesh këtë plan ta vendosësh në operim. Pra ta bësh operacional. Pra këtë tregon. Nëse po t'i ndajmë të shohim goditja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga pak a shumë këtë gjeta unë si hard, domthonë nga kanë fluturuar avionët. Jo, goditjen e para do të kemi që parasysh avionët kanë përdorur komplet hapësirën ajrore që ndodhet mbi Arabi Saudite, mbi Oman, mbi Yemen nuk kanë fluturuar, kanë fluturuar mbi Oman, mbi Emiratet e Bashkuara, mbi Kuvajt, pra në Kuvajt kanë fluturuar nga Kuvajti, në Irak, në Siri, pra gjithë ato, por goditjet e para kanë qenë, do të kemi që parasysh, goditjet e para janë bërë me raketa. Tomahawk dhe janë bërë nga aeroplan mbajtësat dhe nga gjithë grupi i zjarrit detar që ndodhet në detin e Omanit. Pra ajo ka qenë goditja e parë masive. Kur janë goditur objektivat e parë me Tomahawk, pra janë goditur 6 objektivat e parë, pra përfshin shtëpinë e Ayatollahut, komanda shtabi i përgjithshëm, Ministria e Mbrojtjes, edhe disa objektiva të tjerë ushtarak të konservuar të rëndësishëm. Pra ajo ka qenë baza e parë e goditjes. Nga këtu ka nisur, pastaj kanë filluar. Dhe në të njëjtën kohë pastaj kanë ardhur edhe avionët që janë ofruar në afërsi të hapësirës ajrore. Pra asnjë avion nuk ka hyrë në hapësirën ajrore iraniane. Të gjithë kanë qenë jashtë hapësirës ajrore iraniane. Është goditur nga jashtë hapësirës ajrore iraniane dhe jo në hapësirën ajrore iraniane. Pra nuk është shkelur hapësira ajrore iraniane nga avionët luftarak. Vazhdon të ruaj hapësirën ajrore, vazhdon ta ketë në kontroll hapësirën ajrore. Dhe këtu dalim të ajo, pra të analizojmë tek e tek, pra në aspektin e sulmit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. E para, dëmi është masiv, pra normalisht kemi një dëm masiv në
infrastrukturë fikse, dëmi është masiv, sepse infrastrukturën fikse nuk e ku ta lëvizësh, pra infrastruktura fikse e bie godinat, shkollat, të gjitha ato biles, patëm në goditën e një shkolle me 160 fëmijë të vrarë, pra është po, e pasur të Gary Newsom. Pjesa e genocidit edhe kjo. E para dështoj, pra, pse humbi iniciativën, sepse qëllimi është doktrina, kemi një përplasje të doktrinës amerikane me doktrinën iraniane. Doktrina amerikane parashe ka si bazë shtypjen e mbrojtjes ajrore të kundërshtarit ose të armikut. Ajo që njihet në terminologjinë ushtarake të NATO, sepse edhe NATO ka të njëjtën doktrinë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që quhet SEAD, pra Suppression Enemy Air Defense. Pra quhet shtypja e mbrojtjes ajrore të armikut. Kjo nuk ka ndodhur. Pra, shtypja e mbrojtjes ajrore të armikut, kjo ka dështuar, për faktin se asnjë avion nuk hyn në hapësirën ajrore. Pra në momentin që avionët nuk hyn në hapësirën ajrore të armikut, do me thënë që mbrojtjen ajrore nuk ka arritur ta shtypësh. Pra ky është dështimi i parë i cili të bën që ti ta humbësh iniciativën operacionale. Dështimi i dytë është, qëllimi i kësaj është, dakor, qëllimi i parë ishte eliminimi i kryetarit të shtetit. Ai u eliminua kryetari i shtetit. Pastaj shohim pasojat më mbrapa se çfarë pretendohet të pilot ose diçka tjetër. Por qëllimi kryesor është ushtarak, pra që të ndalosh kundërpërgjigjen e armikut. Ndërkohë që, siç tham, kundërpërgjigjja e iranianëve erdhi 45 minuta më parë dhe ka që 4 ditë që nuk pushon. Pra do me thënë, pavarësisht goditjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit, nuk kanë arritur të ndalojnë në asnjë moment kundërpërgjigjen iraniane dhe lëshimin e raketave, pra kanë dështuar totalisht të bllokojnë lëshimin e raketave. Pra objektivi do ishte objektivi kryesor është ky bllokimi, nuk kanë mundur ta bllokojnë as raketat as dronët, pra vazhdojnë të lëshohen. Kemi 4 ditë që vetëm iranianët e kanë iniciativën në këtë aspekt. E dyta, duke qenë në momentin që kemi lëshime të raketave, pra vazhdim të raketave, goditje të objektivave, përcaktime të objektivave, kjo do të thotë që komanda dhe kontrolli i komandës mbi forcat e armatosura iraniane në të gjitha nivelet dhe shtresat ka mbetur i paprekur dhe i pacënuar. Pra nuk ke mundur ta shkëputësh zinxhirin. Sepse pjesë tjetër e doktrinës amerikane është që ti kur godet të shkëputësh zinxhirin komandues, ta degradosh atë ose ta eliminosh atë. Fakti që iranianët vazhdojnë që 4 ditë godasin, vazhdojnë që godasin objektiva të përcaktuar dhe të rëndësishëm ushtarak, si në të gjithë rajonin, pra që përkasin Amerikës edhe në Izrael, tregon që komandën nuk ke mundur as ta degradosh e as ta shkëputësh të zinxhir. Pra as të godasësh dhe as ta shtruash as zinxhirin komandues dhe as hierarkinë komanduese të forcave të armatosura të Iranit. Pra nuk e ke goditur dot. Dhe në këtë aspekt përsërihim të ajo që nuk ka iniciativë, pra iniciativën e kanë, vazhdojnë ta mbajnë ata, sepse për sa kohë ti nuk arrin ta dëmtosh armikun në kapacitetet e tij drejtuese, atëherë ti nuk e marr iniciativën, iniciativën e ka ai në dorë në këtë aspekt. E dyta, që është e rëndësishme, ka ndështuar aktualisht prodhimi i raketave vazhdon, sepse Irani ka bërë prodhimet e raketave nëpër këto tunelet e mëdha, këto qytetet që ai quan qytete. Prodhimi vazhdon. Prodhimi vazhdon edhe i raketave edhe i dronëve. 100 raketa në muaj. Po 100 raketa në muaj. Vazhdon prodhimi i raketave dhe dronëve dhe nuk kanë mundur ta bllokojnë këtë prodhim të raketave dhe dronëve. Pra do të thonë që baza e luftës është industria, pra bazë industriale, lufta e tillë. Dhe këtë bazë industriale ti nuk arrin ta ndalosh. Në moment që ti nuk nuk arrin ta ndalosh këtë bazë industriale e cila po furnizon forcat e armatosura me raketa dhe me drone, do me thënë që kjo luftë ka tendencë të zgjatet. Dhe zgjatja e luftës është në interesin e Iranit dhe jo në interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sepse ka të bëjë me çështjen e logjistikës dhe këtu vim te pika tjetër. Gjatë gjithë kësaj kohe, pra kemi raketat dalin nga tunelet dhe vendosen diku dhe lëshohen nëpër këto shtrate të lëshimit, të cilat janë lëvizje. Pra do të thotë që komplet rrjeti logjistik vazhdon të funksionojë i pacënuar. Kur po themi pacënuar, nuk do të them që 100% Po. Por që mbi 60% ajo vazhdon sepse ti ke lëshimin e raketave, pra neve kemi për 4 ditë, Irani ka lëshuar diku të rreth, llogaritet ketë lëshuar diku të rreth avërsisht 10.000 dronë dhe diku të rreth 2.000 ca raketa, 2.700 raketa. Pra kjo do të thotë që ti kur arrin të lëshosh 2.700 raketa dhe 10.000 dronë, pothuajse 80 deri në 90% të strukturës, të infrastrukturës logjistike që shërben në forcat, ti nuk e ke prekur dot, pra nuk e ke cënuar. E qartë. Totalisht kjo ka ndodhur. Pra jemi në këto pika të kësaj. Dhe kurse kur e shohim në aspektin e Iranit, pra në aspektin e Iranit, çfarë bën? Irani ka arritur një përveç që ka marrë iniciativën, e ka marrë iniciativën në aspektin operacional dhe në aspektin strategjik. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk e kanë pasur në asnjë moment iniciativën strategjike.
në momentin e goditjes, në momentin e kundërgoditjes, Irani ka marrë atë iniciativë strategjike e cila nuk ekzistonte deri në këtë moment. Dhe si e ka marrë iniciativën strategjike? E ka marrë duke goditur të gjitha bazat amerikane në lindjen e mesme. Dhe duke goditur edhe ambasada amerikane në lindjen e mesme, ambasadat fuqishme siç ambasada në Arabinë Saudite dhe ambasada në Kuvajt, që mbajnë ndër ambasadat më të fuqishme në rajon. Pra në këtë moment, çka ka bërë? Ka goditur projeksionin e sigurisë dhe të forcës amerikane, sepse forca amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë që janë një shtet kolonial, e projektojnë fuqinë e tyre nëpërmjet kësaj force ushtarake që kanë shpërndarë në të gjithë botën. Dhe në lindjen e mesme, projeksionin e fuqisë tyre e kanë nëpërmjet fuqisë ushtarake prezente në lindjen e mesme. Irani ka arritur ta godasë këtë fuqi ushtarake, pra të gjitha bazat janë goditur pa përjashtim, nuk ka mbetur bazë amerikane, sado e vogël apo e madhe, në rajon pa u goditur nga ndërtesat. Po çrëndësi ka bazën, tu do vim. Baza dhe problemi është që këto baza janë boshatisur. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë pasur kapacitetin të mbrojnë forcat e armatosura të tyre në brendësi të bazës dhe çfarë kanë bërë? Bazat i kanë boshatisur dhe pjesëtarët e forcave të tyre të armatosura që rrinë në këto bazë i kanë zhvendosur nëpër hotele në afërsi të bazave, hotele të cilat po goditen nga Irani. Për këtë arsye sepse dhe hotelet që po goditen për këtë arsye. Sepse janë pjesë në këto hotele zhvendosur këto forcat armatosura të amerikanëve të cilat ndodheshin në bazë, por duke qenë se në bazë nuk ishte garanci për ta, atëherë i vendosen në hotele civile dhe këto hotele po goditen. Këto janë hotelet që po goditen. Kjo është arsyeja pse po goditen hotelet. Pikërisht për këtë arsye po goditen hotelet, sepse janë mbushur me ushtar amerikan, me personel të CIA-s, me personel të Mossadit, cilat po vazhdojnë të goditen ditë me ditë. Pra në këtë moment, projeksioni i fuqisë amerikane ka dështuar totalisht në lindjen e mesme. Pra gjithë lindja e mesme dhe gjithë globi po e shef që Amerika nuk është ajo fuqia që pretendoi. Pra kemi ardhur këtu në atë konceptin në rastin e mend kur nisi lufta midis Izraelit dhe Hamasit, që të gjithë kishin mentalitetin që Izraeli është fuqi e madhe ushtarake, është një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të botës dhe Hamasin do e mbysi për 4 ditë. Jo, lufta zgjati 2 vjet dhe tregoi që Izraeli nuk ishte fuqi ushtarake. Pra si ishte ai që projektoi, ishte shumë i dobët. Kjo ka ndodhur aktualisht me Amerikën në lindjen e mesme. Pra nuk është ajo që projektohet. Fuqia amerikane sot për sot nuk është ajo që projektohet. Pra si nuk arrin të mbroj forcat e veta. Dhe kur ti nuk arrin të mbrosh forcat e tua, atëherë ti nuk je në gjendje të mbrosh as interesat e tua përtej këtyre forcave. Pika tjetër që iranianët kanë goditur komandën qendrore amerikane, pra CENTCOM-in. CENTCOM-i cili ndodhet në Bahrein. Vendodhja, pra komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës është CENTCOM-i, që quhet CENTCOM. Komanda qendrore. Komanda qendrore për lindjen e mesme ndodhet në Bahrein. Këtë komandë qendrore iranianët e kanë goditur dhe po vazhdojnë të godasin për ditë. Dhe është hera e parë që për Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodh kjo që nga mbarimi i luftës së dytë botërore. Vetëm gjatë luftës së dytë botërore ka ndodhur që komandat e Shtetit Bashkuar të Amerikës të bombardoheshin, ato komandat për Evropën, që bënin luftën, të bombardoheshin nga Gjermania naziste. Në që atëherë nuk ka ndodhur më ndonjëherë që një komandë qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës të bombardohet në këtë mënyrë, në mënyrë të pandaluar 4 ditë me radhë. Po nga që radarët, nga që këtu dhe në momentin që ti bombardon komandën, pra ti e degradon mundësinë, pra vetëm ajo nuk arritën, pra amerikanët goditën komandat iraniane nuk arritën të degradojnë ato ta shkëpusin zinxhirin komandues. Kurse këta po godasin CENTCOM-in. CENTCOM-i drejton të gjitha, është komanda që drejton të gjitha operacionet sot për sot në lindjen e mesme. Të gjitha operacionet. Po nuk ndodhet në atë bazë. Aty është në bazën e Bahreinit CENTCOM-i. Vazhdon absolutisht. Jo si ndërtesë mund të jetë, po po se problemi, shikoni atëherë, do të kemi një gjë. Komandat qendrore nuk mund t'i zhvendosësh, sepse komandat qendrore kanë dhomat kryesore që janë dhomat e komandimit. Dhe dhomat e komandimit kanë të bëjnë me aparatura, me kompjutera, me gjitha, me linja të shtruara, të cilat ato linja nuk mund t'i marrësh, janë linja të shtruara kablore që lidhen me radarët, lidhen me komunikimet, lidhen me gjithçka tjetër. Këto nuk mund t'i zhvendosësh ti në hotel. Këto je detyruar t'i mbash aty, se nuk zhvendosen dot ato. Imagjinoni kur neve zhvendosëm shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, pra kur erdhin pushtet ky sekti i rilindjes, nëse mbani mend, u zhvendos Ministria e Mbrojtjes nga qendra ku ishte dhe erdhi te Shkolla e Bashkuar. Dhe zhvendosja kërkoi mbi 6 muaj kohë, sepse në rast se mbani mend, duhej të zhvendoseshin të gjitha kabllat e komunikimit që posedonte shtabi i përgjithshëm, ishte të forcave të armatosura shtrije, pra duhet të shtrije nga e para, shtrije kabla, nga aty të shtrije deri te Shkolla e Bashkuar, ku të vendosje komandën e re. Sepse si do t'i kontrollosh? Pra,
nuk mundesh, pra godina kur bëlla për vend komanda qendrore, ajo është bazë, pra quhet vend komand. Pra ka vlerë fikse, godina. Prandaj është vend komand, nuk ka vlerë në aspektin e sasisë të madhe të trupave që mund të jenë aty. Po vend komanda është fikse. Dhe kur godet vend komandën, ti ndërpret komunikimin. Pra e cënon komunikimin në këtë aspekt. Dhe e dyta që ajo goditur, në varësi të kësaj komande, ndodhen 2 radar kryesor. Një radar kryesor në Bahrein, i cili është një nga radarët kryesor, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në lindjen e mesme 3 radar kryesor që monitorojnë gjithë lindjen e mesme dhe deri në Kaukaz, deri në gjysmën e Rusisë. Radari kryesor që monitoron quhet radar early warning radar, pra radar i njoftimit të hershëm, e ka rrezen 5000 kilometra. Dhe ky është radar që kap lëshimin e raketave balistike. Pra, në luftën 12 ditorin qershor, çdo lloj rakete që lëshonte Irani, në momentin që raketa lëshoi, shkëputej nga toka 30 metra, ky radar e identifikonte dhe përcaktonte edhe trajektoren. Dhe në moment që përcaktonte trajektoren, ky radar është i lidhur me CENTCOM, dhe CENTCOM është i lidhur me komandën e mbrojtjes kundërajrore të raketave THAAD, të raketave PAK, të raketave të aerondomin dhe jepte përcaktimin se ku do hyj, në cilën territor do hyj, dhe përcaktoi mbrojtja kundërajrore atje dhe godiste dhe rrëzonte raketat. Aktualisht ky radar u eliminua që ditën e parë. Pra, shkaktoi qorrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk përcaktojnë dot momentin e lëshimit të këtyre raketave. Ju ka mbetur vetëm një radar. Radari vetëm që ka mbetur është në Izrael. Po nuk ka këtë kapacitet për 5000 kilometrash. Dhe është një ide interesante që ky radar ishte një nga radarët që përcaktonte edhe raketat që lëshonte Rusia në drejtim të Ukrainës, sepse ka rrezen 5000 kilometra dhe kapte deri komplet Moskën dhe komplet pjesën tjetër sipër Moskës. Dhe çdo lloj rakete balistike që Rusia lëshonte në territorin nga kufiri i Ukrainës në 600 kilometra deri në afërsi të Moskës, pra në gjithë territorin e saj, në moment që çdo radar lëshoi, çdo raketë lëshoi, ky radar e kapte dhe njoftonte mbrojtjen kundërajrore ukrainase. Tashmë ky radar nuk funksionon. Pra, goditja që i ka bërë është vetëm jo strategjike, po është edhe geopolitike dhe geostrategjike goditja që i ka bërë me eliminimin e këtij radarit. I ka eliminuar radarin tjetër, dhe ai është një radar tjetër i mbrojtjes kundërajrore amerikane që përdori, po mbulonte vetëm rajonin deri në Turqi, kishte kapacitetin, ai ishte në Katar. Pra deri në Turqi kishte kapacitetin, edhe ai është eliminuar. Edhe ai ishte për sistemet raketore. Dhe tashmë ka bërë që nuk ka përcakton dot, pra ka vetëm radarin që e ka të limituar në Izrael, por nuk e mbulon dot. Ai radari që në Izrael vjen deri në afërsi të Teheranit dhe nuk mbulon dot pjesën tjetër të Iranit. Pra nuk përcakton dot lëshimin e këtyre. Dhe kur ti nuk e përcakton dot lëshimin dhe as trajektoren, atëherë ti nuk ke mundësi reagimi dhe mbrojtje. Dhe për këtë arsye tashmë, po ti shihni filmimet që keni parë, edhe dronët, edhe raketat iraniane po hyn lirshëm në hapësirën ajrore izraelite dhe në të gjitha hapësirat ajrore të gjirit, sepse e kapin raketën vetëm kur e kap radari ofër, pra sepse nuk e kap dot raketën në largësi që të përcaktosh dhe ta përllogaritësh mbrojtjen kundërajrore. E kap vetëm me radarët e afërt. Radarët e afërt që mund të jenë 200-300 kilometra, pra nuk ke kohë, sepse ajo është raketë që vjen me 7000, 5000, 8000 kilometra në orë, 10000 kilometra në orë, ti s'ke mundësi të reagosh. E qartë. Prandaj është bërë kjo hyrje dhe tash po hyhet më kollaj në për ato hapësirat ajrore dhe aerondomi po çuditërisht pse nuk funksionon. Aerondomi po funksionon realisht. Por ma kaq është kapaciteti, pa këta radarët që njohin dhe identifikojnë raketat në momentin e lëshimit, është e pamundur të funksionojë sepse që nga humbje strategjike shumë e madhe. Sepse mbrojtja kundërajrore është e shtresëzuar, prandaj themi që është e shtresëzuar. Ky është shtresëzimi i mbrojtjes kundërajrore, në cilin hyn në aspektin e radarëve dhe në aspektin e raketave që mbrojnë me nivele, pra me shtresa. Shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa e tretë, në lartësi të ndryshme që mbrojnë. Por pa këta radarët nuk mund të funksionojë, bëhet jo funksionale. E qartë, e qartë. Pra kjo ka ndodhur dhe kjo është një goditje e madhe geostrategjike, sepse si thash, i ndihmon Rusisë aktualisht në këtë moment. Pra ka qorruar jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë që ka ndodhur në lindjen e mesme, por ka qorruar edhe Ukrainën për atë që ka bën Rusia tashmë, sepse nuk ekziston ky radar. Dritan, nëse e mbarove këtë analizë, desha të shkoj tek vrasja e liderit suprem i Prit, jo, se kam marrë një pikë tjetër. Pika tjetër është edhe çfarë ka ndodhur një tjetër, kemi dje rrëzimin e 3 avionëve F-15. Po. Shumë interesant ishte se nuk parashohim shpesh po hera e fundit nga
Kuwaiti ishte gabim sipas CENTCOM-it, sipas amerikanëve ishte gabim, po realiteti është që nuk ishte gabim dhe këtë e ka vërtetuar CENTCOM, që nuk ishte gabim, kjo është pamja e rënies. Dhe kemi parasysh që është era e parë që pas vitit 1999 që Shtetet Bashkuara të Amerikës humbin avion në një konflikt. Direkt për tek, po. Në 99 kanë humbur avionin F-117 në luftën e Kosovës në bombardimet me Serbinë, që hartëzoi Serbia, nëse e mbani mend. Avioni i famshëm që nuk kemi folur edhe këtu. Që atëherë nuk ka humbur në një avion tjetër në ndonjë konflikt në cilin ka marrë pjesë. As në Irak më mbrapa, as në Afganistan, as ku tjetër. Kjo është era e parë pas 1999-s që humbet 3 avion brenda ditës, brenda 2 metorëve. Dhe pavarësisht se është munduar gjithë media të thonë që ishte goditje miqësore, pra ajo që quhet friendly fire. Realiteti është friendly fire. Këtu nuk kemi të bëjmë me friendly fire. Çfarë është friendly fire? Friendly fire është kur aleatët e tu të rrëzojnë. Pra, aleati jot mendon se je i armiku dhe është, po kjo nuk ndodh për arsye sepse Kuwaiti, pra në aspektin teknik është Kuwaiti posedon pak treshin. Pra pak treshi është Patriot treshi. Dhe pak treshi është prodhim amerikan. Dhe avionët, të gjithë avionët e çdo vendi, pra që për çdo vend ka një kod të caktuar dhe avionët kanë një kod i cili është një kod i kriptuar radio, të cilin e posedon modemi i transponder i avionit. Dhe kjo quhet IFF, Identification Friendly Foe, pra quhet identifikim armik-mik. Pra, bëhet nëpërmjet kësaj. Dhe kjo është një kod cilin e posedon transponder i avionit. Dhe në momentin që avioni ngrihet, pra në momentin që avioni është ngritur, radari që është në tokë e kap këtë avion dhe radari në mënyrë automatike lëshon një kod të caktuar për të përcaktuar a është friendly apo është mik apo është armik. Në momentin që shkon transponderi i avionit e kap kodin që vjen dhe i kthen në mënyrë automatike, pra nuk ka nevojë piloti asgjë, e kthen në mënyrë automatike, përgjigjen me një kod të caktuar, të kriptuar, me modem 4-5 janë të nivelit të sigurisë ekstra, sigurisht lart, dhe identifikohet që është avion mik dhe nuk goditet. Pra kur thua që godit nga zjarri mik, kjo nuk ekziston në këtë moment. Pra bie poshtë. Dhe pas 2 orësh, po CENTCOM-i doli me një deklarat publike ku thotë që në momentin e rrëzimit të avionëve kishte aktivitet ajror në hapësirën ajrore iraniane. Pra çka kemi në këtë aspekt? 2 gjëra. E para, kur CENTCOM-i e pranon që kishte aktivitet ajror në hapësirën ajrore iraniane, do të thotë që Irani kishte ngritur avionët e vet. Pra, kur Irani ka ngritur avionët e vet, do të thënë që vimte ajo që në 3 ditë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur në asnjë mënyrë që të kontrollojnë qijet e Iranit dhe as ta mbysin mbrojtjen ajrore dhe kundërajrore iraniane, sepse avionët funksionojnë. Kur e pranon CENTCOM-i dakord. Pra në këtë aspekt e ka pranuar CENTCOM-i. Dhe e dyta, pra janë ngritur për të goditur këtë avion. Dhe në momentin që janë ngritur për të goditur këtë avion, ata janë goditur, por nuk janë goditur nga avionët iranian. Janë goditur nga sistemi raketor iranian. Dhe në afërsi të Kuwaitit ka një sistem raketor iranian S-300. S-300 ruse. Po, S-300 ruse, e cila është brenda rrezës 300 kilometra nga ku janë goditur avionët, se të 3 avionët kanë rënë në afërsi të kufirit midis Kuwaitit dhe në afërsi të kufirit të Kuwaitit me Iranin. Pra tregon që janë goditur nga raketa kundërajrore ruse. Dhe në këtë moment çfarë kanë bërë iranët? Iranianët duke e ditur sepse iranianët nuk kanë kapacitete të luftës ajrore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo duhet pranuar, pra nuk i kanë ato kapacitete teknologjike, por çfarë kanë bërë? Kanë përdorur avionët e tyre si karrem për avionët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra kanë ngritur 1 ose 2 avion iranian, i kanë fluturuar në afërsi të kufirit me Kuwaitin për të treguar idenë se po vinë për të sulmuar dhe këta janë ngritur. Në që këta janë ngritur, atëherë S-300 ka qenë ndezur dhe në rrezën 300 km i ka kapur avionët në ajër, pra avionët nuk kanë parashikuar që mund goditen që të. Kanë menduar se po ngrihen për të dhe në momentin që akoma s'kishin arritur në lartësinë e dur të themi në lartësinë e dur për të bërë sulm ose për të bërë një ndjekje ajrore, ata janë goditur në atë moment. Po a nuk duhet shpërthente dritan avionit? Ka shpërthyer avionët. Po juve po shihni vetëm pjesën që ka rënë, unë kam edhe videon kur avioni është goditur. Që është goditur, po. Është goditur direkt. Sepse pata një debat me një mikun tim që po na dëgjon tani dhe tha, po t'ishin ashtu raketa preda të S-300 apo S-400, avionit duhet shpërthente. Avionët kanë shpërthyer. Unë e kam edhe videon e avionëve që kanë shpërthyer në ajër. Pra avioni ka shpërthyer në ajër dhe pastaj për shkak goditjes dhe pastaj ka rënë.
Në këto kushte jemi. Pra ka qenë kjo që ka ndodhur. Dritan, po dëgjova edhe që janë ngritur avion Su-35 nga Irani? Jo, Irani nuk posedon aktualisht avionët Su-35, nuk i kanë ardhur, posedon vetëm avion MiG-29 të modifikuar. Pra, i ka dhënë Rusia. Pra, avionët që janë ngritur kanë qenë MiG-29. Jo, mund të kenë qenë edhe Su-25, edhe Su-24, mund të kenë qenë edhe F-14, sepse avion Irani posedon disa. Mund të kenë qenë edhe Jak-130, pra Irani posedon disa, pra nuk dihet. Su-35 po thua është. Jo, Su-35 nuk është, pra nuk Su-35 pavarësisht se Irani ka paguar parat, pra janë përgatitur edhe pilotët, dhe pilotët në fillim të muajit të shkurt janë kthyer nga Rusia pasi kanë mbaruar trajnimin. Ata janë vendosur në një bazë ushtarake në jug të Iranit, pra shumë larg hapësirë ku mund goditet, se atje është menduar të vendosen Su-35, pra larg kufirit me Irakun e këto që të jenë larg goditjeve ajrore, çfarë do të mundësi për të goditje, janë totalisht larg asaj, por Su-35 nuk kanë ardhur akoma nga Rusia, pra nuk kemi Su-35 në këtë moment. Është thjesht ndonjë dëshirë diku që ka thënë, por realitet nuk ekziston. Dritan, ndërkohë jam dakord me të gjitha këto, por vrasja e liderit suprem Ali Khamenei sikur nxorri në pa dobësinë e mbrojtjes iraniane. Pra, gjëja e parë që u perceptua ishte që si është e mundur që në 6-7 goditjet e para Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli arritën objektivin e eliminimit të liderit suprem Ali Khamenei. Pra, me çfarë kemi të bëjmë se Shiko, nuk kemi të bëjmë me dobësi, e para në aspektin ushtarak është goditje cila arritet, për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës për të arritur objektivin e shtëpisë Ali Khameneit kanë lëshuar 30 raketa Tomahawk, nga cilat vetëm 3 kanë arritur të mbërrinë objektiv. Pra kemi atë që quhet nuk është goditur me avion, është goditur me Tomahawk. Dhe në drejtim të objektivi kanë lëshuar 30 Tomahawk për goditur të objektiv. 3 prej tyre kanë mbërritur. Pra çka kanë bërë? Kanë bërë atë mbi ngarkimin e mbrojtjes kundërajrore. Qartë. Pra, ata e kanë parashikuar që normalisht që kanë mundur me anë të satelitëve të përcaktojnë bateritë e mbrojtjes kundërajrore rreth Iranit. Dhe kanë menduar që rreth këtij objektivi, pra vetëm kanë lëshuar sepse të gjitha objektivat e parë që janë goditur janë në Iran. Dhe janë goditur në sulmin e parë që ka ndodhur në atë mëngjes, janë lëshuar 200 raketa Tomahawk drejt Iranit. Dhe duhet kemi parasysh që mbrojtja kundërajrore e çdo vendi, 200 raketa në gjithë Iranin dhe 30 200 raketa drejt Teheranit. Drejt Teheranit për të goditur të objektivat, sepse të gjithë objektivat e parë që kanë qenë në Teheran. Pra Ministria e Mbrojtjes, Komanda Qendrore, shtëpia, pra gjitha përkasin Teheran. Ndërkohë 30 janë nisur vetëm drejt këtij objektivi. Por radari në aspektin e madh kur e kap në afërsitë të Teheranit, pra si shef Teheranin në këtë rreth, e kap 200 që vinë në këtë pozicion, pra 200 copë kështu, pa ose ato pastaj ndahen kur afrohen. Dhe në momentin që duhet kemi parasysh që për çdo raketë që duhet të rrëzohet, mbrojtja kundërajrore e çdo vendi duhet të lëshojë minimalisht 2 raketa të tjera. Pra i bie që iranianët kanë lëshuar 400 raketa. Për Tomahawk. Po kjo nuk do thotë që ti ke mundësi, sepse Tomahawku është një raketë kruz e manovrueshme. Pra këtu është gjithë problemi i Tomahawkut. Pra është raketë kruz e manovrueshme. Pra mund të manovrojë. Televizin nuk ka një trajektore fikse. Dhe në këtë aspekt ka arritur të rrëzojë një sasi, pjesa tjetër ka kaluar sepse mbrojtja kundërajrore e Teheranit është mbi ngarkuar, dhe në moment që ti e mbi ngarkon mbrojtjen kundërajrore, atëherë krijohen hapësira për depërtuar dhe është depërtuar, dhe kjo është bërë për llogaritja, pra është një llogaritje matematikore e saktë që nuk të lë të gabosh në këtë aspekt. Dhe kjo është bërë llogaritja dhe ka goditur shtëpinë Ayatollah Khomeinit. Në shtëpi bëhet fjalë. Në shtëpi, zotëria është vrarë në shtëpi, nuk ka pranuar në asnjë moment që të lëvizë nga shtëpia. Dhe ajo çfarë unë mendoj është që Ayatollah Khomeini ka vendosur të vritet, pra ka vendosur që të bëhet martir, të martirizohet në këtë luftën kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Arsyet janë disa. E para nisim arsyeja e parë është arsyeja fetare. Kemi të bëjmë me një njerëz që është fetar, pra një imam fetar që beson në doktrinën shiite. Doktrina bazë shiite, duke kemi një doktrina fetare shiite. I ka mbetur besnike doktrinës islame të fillimit të islamit në kohën e profetit Muhammed. Dhe në kohën e profetit Muhammed, doktrina e parë ishte bazë, pra thuaj që në rast se ti vritesh duke vrarë armikun, shkon në parajs. Po edhe në rast se të vret armiku, ti sërish shkon në parajs. Kjo është doktrina bazë
E dyta kemi të bëjmë, ka menduar këtë, e dyta kemi të bëjmë. Këta janë doktrinë shiite cilën bazë kanë Imam Aliun, pra. Nipin e profetit Muhammed. Aliun, edhe Aliu është vrarë në muajin e madhërisëm të Ramazanit. E qartë. Pra, lidhjet fetare që bën, pra, ai vritet në muajin e madhërisëm të Ramazanit, ky vritet në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Dhe është vrarë me gjithë familjen. Baza e doktrinës shiite është Imam Aliu dhe sakrifica e Husejnit në betejën e Kerbelas, ku Husejni u vra me gjithë familjen. Nuk u dorëzua dhe u vra me gjithë familjen. Edhe ky qëndroi me gjithë familjen dhe gjithë familja u vra. Pra ky gruaja, vajza, dhëndri, mbesa, komplet familja e tij u vra. Dhe vazhdon atë doktrinën sepse Irani nuk ka pasur deri më sot asnjë udhëheqës shpirtëror të vrarë, pra të martirizuar në luftë. Khomeini vdiq nga zemra, nuk u vra. Dhe u zëvendësua, është hera e parë dhe kjo i jep pasaj një cilësi, pra e shton 100% cilësinë e aspektit fetar në këtë aspekt dhe e kthen automatikisht luftën në fetare dhe bën atë lidhjen e brendshme, pra kohezionin e brendshëm. Dhe për këtë ai ka menduar të qëndrojë atje në mënyrë që të vritet dhe të përdoret vrasja e tij në aspektin e qëndresës. Dhe pse kemi dy fakte para. Duhet kemi që parasysh, një nga detyrat kryesore, një nga objektivat kryesorë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thënë që dëmërisht është rrëzimi i regjimit. Por ama duhet kemi që parasysh që regjimi nuk mund të rrëzohet në rast se nuk ka 3 komponentë kryesorë. Pra vetëm me sulme ajrore ti s'mund ta rrëzosh regjimin. Komponentët kryesorë të regjimit janë të rrëzimit të regjimit janë e para duhet të ketë trupa toksore, pra pushtim, e cila është e pamundur dhe s'kemi trupa toksore. Trupa toksore, po. E dyta duhet të ketë një kryengritje të armatosur në vend që të cënojë autoritetin e shtetit, nuk kemi një kryengritje të armatosur. Dhe treta duhet kemi një fragmentim të forcave ushtarake ku të shkëputet një grup dhe të bëj puç. Kësaj të tretës, me vrasjen e tij, Khamenei ka paraprir sepse ka unifikuar dhe ka siguruar unitetin në bazë të doktrinës shiite të sakrificës. E qartë. Kështu që e ka eliminuar këtë të tretën që të ndodhi në çdo rast. Të kësaj plus që kemi një që dje në një intervistë që jepte Al Jazeerës me zëdhën me figurë, ministri i jashtëm Arakçi thotë që një pjesë e mirë e komandave dhe të komandantëve të ushtrisë tashmë po veprojnë në mënyrë të pavarur, indipendente. Mozaik e lexova ishte. Po, pra çfarë do të thotë kjo në aspektin ushtarak? Kjo do të thotë që këta i kanë marrë urdhrat që përpara se çfarë duhet të bëjnë dhe e kanë pritur eliminimin e kryetarit të shtetit. Pra, është përcaktuar që kryetari i shtetit do të vritet. Koka do eliminohet dhe komplet presa tjetër do vazhdojë në mënyrë të pavarur dhe indipendente pa pasur nevojë të presi urdhra se çfarë bëhet. Duket si një vdekje e paralajmëruar. E paralajmëruar e para përgatitur, pra është një kurth në të cilin Khamenei ka futur amerikanët dhe izraelitët në mënyrë që ky të vritet, ky të bëhet martir, si thash, në bazë doktrinës shiite. Imami Aliu është vrarë në Ramazan, Husejni është vrarë në Kerbela dhe kemi atë poemën e Kerbelas që poeti jonë i madh i lindjes kombëtare, Bilbili Gjus Shive Naim Frashri, ka bërë për Kerbelan, do të këndoj urtësinë, do të rrëfej Alin dhe durimin e njerëzisë dhe do t'ju tregoj edhe Kerbelan. Zoti dërgoi urtësinë që lartëson njerin, ai ishte Muhameti që se beson të rëmeti. E qartë. Pra jemi në gjitha kjo ka të bëjnë, jemi në këtë aspekt dhe vrasja e tij ka unifikuar komplet këtë dhe e ka përdorur, nëse mbani mend, ai deklaronte disa herë përpara që në rast se ndodh sulmi, do të shkojmë drejt një lufte rajonale. Po, ka qenë si deklaratë. Një luftë rajonale mund të shkonte vetëm në rast të vrasjes së Ali Khameneit, jo në rast të sulmit të Iranit dhe mos vrasjes së Ali Khameneit. Pra, lufta rajonale nuk kuptonte. Vrasja e tij ka nxitur të gjitha fraksionet shiite rreth Iranit, pra në Irak, në Liban, në Pakistan, dhe që të ngrihen dhe të sulmojnë çdo lloj objektivi amerikan, pra ambasada amerikane, baza amerikane, pra interesa amerikane. Pra këta i ka përdorur vdekjen e tij për të bërë këtë unifikim dhe për të bërë këtë luftë të panevojshme të komanduar. Pra është një lloj kurthi. Është një lloj, unë mendoj që është një lloj kurthi i pastër në cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë të udhëhequr nga Izraeli. Ndërkohë për pasardhësit aktualisht për pasardhësit ajo foto me ato që konsiderohen 3
ata që po drejtojnë Iranin sot, Po aktualisht në bazë të kanë të kushtetutës së tyre, duket se është në 111 i kushtetutës, është aktualisht me vdekjen ose me vrasjen ose me eliminimin e udhëheqësit suprem, përkohësisht vendin e merr në drejtim presidenti i vendit, kryetari i Gjykatës Supreme, i cili është ky zotëria këtu, dhe një antar i Këshillit Suprem, i cili është ky zotëria tjetër këtu. Këta të tre drejtojnë vendin deri në momentin që Këshilli i Përgjithshëm Suprem, i cili bëhet nga 12 antarë dhe vjen edhe nga të tjerë mbledhet, dhe voton për të zgjedhur liderin suprem. Aktualisht Irani ka për të ditur dje që është duke bërë disa ndryshime në procedura, pra ndryshime ligjore në procedura në mënyrë që votimi të bëhet online, pra mos të mblidhet grupit dhe nga mesi ose nga fundi javës tjetër do të bëhet votimi për zgjedhjen e udhëheqësit të ri. Pra jemi në këto kushte. Po aktualisht jemi në këto kushte. Pra nuk kemi vakum të udhëheqësisë, sepse përcaktonte, do të kemi gjë parasysh, shikoni, në shtetet konsoliduara siç është Irani, edhe në shtetet tjera, shikoni, ne jemi një shtet, Shqipëria është një shtet i vogël. Pra, 100 ca vjet shtet jemi. Po. Dhe kemi funksionuar si shtet që nga viti 1926 e mbrapa, pra. Si shtet, koncepti i shtetit, bazat e shtetit që i vuri mbreti Zog dhe pastaj i mori në verja do baza dhe krijoi shtetin cilin kemi sot. Pra, bazat ishin këta të dy, ishin persona cilët, pra Ismail Qemali e themeloi, kurse shtetin dhe bazat e shtetit i hodhën këta të dy. Pra, bazat e shtetit i hodhi Zogu dhe pastaj në verja i mori dhe i zhvilloi këto bazat e shtetit duke zhvilluar një shtet modern për kohën. Dhe edhe atëherë, edhe sot në këtë shtetin që kemi, ekziston vazhdimësia e drejtimit. Pra në rast se ta zëm vdes presidenti, kemi përcaktuar në kushtetutë se kush e zëvendëson presidentin, kush e kryen detyrën e tij. Në Shqipëri e kryen kryetari i kuvendit. Pra e zëvendëson. Në rast se vdes kryeministri për një arsye ose për një tjetër, automatikisht e zëvendës kryeministri, kemi 2-3 zëvendës kryeministra që e bëjnë këtë punë. E njëjta gjë ndodh edhe me shefin e shtabit të ushtrisë, edhe ai në rast se gjën gjë shefin e shtabit të ushtrisë, ai zëvendësohet nga zëvendës shefi i shtabit që ka 1-2, pra është hierarkia komanduese dhe zinxhiri komandues i çdo shteti funksionon në këtë mënyrë, pra është i parapërcaktuar në letrat të cilat quhet kushtetutë. Dhe nuk ka vakum, në asnjë kohë vakumet ndodhin vetëm në organizatat e armatosura. Organizatat e armatosura kanë vakum, sepse organizatat e armatosura për shkak të sekretecës së tyre janë detyruara që të mos vënë pasues. Pra është njëri dhe në rast se edhe pastaj organizata aksion krijon probleme siç na ndodhi për shembull me organizatën e Hezbollah. Pra u vra. Po, aty do shkojë te Hezbollah. Dhe Hezbollah ju dobësua fuqia sepse nuk zgjidhin dot kryetarin, sa zgjodhin një kryetar tjetër, sa u morën vesh doktrina qish, pra nuk kishte doktrina të përcaktuara, rregulla të bëra të qarta. Ky është problemi me organizatat, kurse me shtetet nuk ka vakum në asnjëherë. Siç e kemi neve, ka Irani, ka Amerika, ka Izraeli, të gjithë e kanë, pra nuk krijon vakum. Ndërkohë, Dritan, çfarë po ndodh në Liban me Hezbollahun? Hezbollahu ka vendosur të bashkangjitet, pra me atë që thamë, edhe Hezbollahu për shkak të vrasjes së Ali Khameneit ka vendosur të bashkangjitet luftës kundër Izraelit. Dhe dje ka sulmuar për herë të parë me raketa. Edhe sot në mëngjes ka lëshuar raketa në drejtim të Izraelit, ka shërmuar një bazë ajrore që është Ramon Gat, duket në veri, edhe disa vendqëndrime të ushtrisë izraelite në veri të Izraelit. Sot në mëngjes ushtria izraelite ka vendosur të bëjë një operacion të limituar të vogël ushtarak në brendësi të territorit të Libanit me trupa. Pra Izraeli ka hyrë me trupa se në brendësi të Libanit. Sot në mëngjes ka ndodhur ajo, për shkak të kësaj që Hezbollah kanë deklaruar që do të marrin pjesë tashmë në luftën kundër Izraelit, si kundër përgjigje për vrasjen e Ayatollah Khameneit. Prandaj që vrasja e Ayatollah Khameneit është një kurth për të nxitur gjithë të reagim rajonal. Ndërkohë, Dritan, Huthit kanë treguar gatishmërinë e tyre dhe për momentin nuk po kundërpërgjigjen, por kanë vendosur të bllokojnë Bab el Mandebin, pra edhe atje nuk qarkullojnë anije të cilat i përkasin Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Izraelit, është përcaktuar qartësisht. Normalisht që këto anije janë bllokuar edhe për shkak të ngushtisë së Hormuzit dhe nuk po ka lëvizje të tilla. Dritan, por në këtë moment nuk kanë lëshuar raketa ose dron në drejtim të Izraelit, po janë bashkangjitur luftës, por nuk kanë lëshuar. Si duket ose presen në urdhër komand nga Irani ose diçka tjetër, nuk e di tani. Ndërkohë është marrë vendimi për mbylljen e ngushtisë së Hormuzit. Po, duhet kemi një gjë parasysh që ngushtica e Hormuzit po është marrë vendimi, komandantët e IRGC-s e kanë mbyllur atë
Dhe unë mendoj që do mbetet e mbyllur në këtë aspekt, pra komanda po veprojnë në mënyrë të pavarur, ajo që tha ministri i jashtëm i Iranit, janë duke vepruar në mënyrë të pavarur komandat dhe derisa të caktohet një udhëheqës i lartë, pra një udhëheqës i vetëm suprem, do të jemi në këtë gjendje. Pastaj është udhëheqësi ai që përcakton dhe lëshon direktivat, lëshohet apo nuk lëshohet ajo dhe se si funksionon. Po deri në atë moment do të jemi në këtë gjendje. Po komandat po veprojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk marrin më komandë nga këta të tre. Pra këta të tre janë thjesht për zgjedhur, për të mbajtur shtetin si institucion, por nuk kanë fuqi mbi komandat ushtarake. Komandat ushtarake po veprojnë në mënyrë të pavarur. Fuqinë mbi komandat ushtarake e merr udhëheqësi i ri i zgjedhur suprem. Pra deri në zgjedhjen e atij do të vazhdoj kjo lloj goditje asimetrike, sepse goditja që po bën Irani është në nivelin asimetrik. Pra duke shpërndar goditjen në të gjitha objektivat dhe duke detyruar Amerikën dhe Izraelin të shpërndajë mbrojtjen e vet, të shpërndajë forcat, mos të arrijë të grumullojë kur forca në një vend. Pra duke ja bërë të pamundur, sepse interesi i Iranit është që t'i bëjë të pamundur Amerikës dhe Izraelit që të përqendrojë forcat dhe të godasë me goditje të përqendruar Iranin. Pra këtë mundësi ja ka larguar, ja ka hequr dhe kjo është ajo që e bën drejt fitores dhe sa më shumë të zgjasin në këtë kohë, aq më shumë intereson për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë të limituara kapacitetet e tyre të goditjes. Ja mund të shkojnë edhe 10 ditë, ja mund të shkojnë deri maksimumi 15 ditë. Më tutje nuk kanë më kapacitete dhe po të dëgjoni dje Donald Trumpi doli dhe shkruajti që ka urdhëruar që nga të gjitha bazat amerikane që ndodhen në botë që kanë kapacitete kontrajrore dhe raketore të merren në ato kapacitete të bien në këtu. Pra do me thënë që ne kemi pafund tha. S'është e vërtet që po ka pafund, po i ka të shpërndara. Këtu është gjithë problemi. I ka të shpërndara në 800 bazat që ka. Ato do të vinë dhe kjo është një fitore tjetër strategjike dhe geostrategjike që Irani po bën për hesap të Kinës dhe të Rusisë, sepse ti do marrësh nga bazat që ke rreth Rusisë, ti do marrësh nga bazat që ke në Evropë, ti do marrësh nga bazat që ke rreth Kinës, pra do ti boshatisësh ato baza nga mbrojtja e tyre ajrore dhe kundërajrore, do t'i heqësh kapacitetet e tyre mbrojtjes dhe do t'i biesh këtu. Pra kujt i shërben kjo? I shërben Kinës dhe Rusisë në këtë aspekt. Kjo paremron një ofensiv të gjatë. Prandaj po them, jo, ofensiva do të kemi që parasysh. Asgjë nuk do ta kaloj muajin mars. Pse nuk do ta kaloj muajin mars? Sepse me datë 31 mars Donald Trump do shkojë në Kinë. Ka vizitën në Kinë 31 mars deri në 2 prill. Vazhdon të mbetet vazhdon të mbetet efektive. Nuk është anulluar. Dhe Donald Trumpit i duhet patjetër që të dalë fituar me Iranin, pra Irani të nënshtrojë Donald Trumpit, që pastaj Donald Trumpi kur të shkojë në Kinë, të nënshtrojë Kinën për të bërë marrëveshje që Kina ta blej naftën iraniane dhe gazin ta blej nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo nga Irani. Pra ta dobësoj Kinën, pra po mundohet që të shkojë në Kinë si fitimtar. Dhe për këtë arsye Kina është duke ndihmuar Iranin me të gjitha mundësitë që në këtë takim Donald Trumpi të mos shkojë si fitimtar, po të shkojë si humbës dhe ka mundësi që të vimte ajo që në momentin që pas 15 ditësh Amerika nuk arrin asnjë fitore, siç është sepse deri tash ka dështuar totalisht për të arritur çdo lloj objektivi që i ka caktuar vetes në Iran. Dhe në rast se dështon në këtë aspekt, atëherë nuk përjashtohet mundësia që Donald Trump ta anullojë vizitën e tij në Kinë sepse nuk ka si shkon. Do ta diskutojmë Kinën se e kam në fund dritant. Një merak kam unë për këtë dronin që ka ardhur në Kipro, se është bër legjend. Duket vetëm një është apo janë dy dronë që kanë ardhur në Kipro. Tani çfarë lloj dronësh janë këta? Po janë dronë Shahid, ata udhtojnë me numrin nuk e di se janë me disa numra ata. Po, jo. Mund të udhtojnë me Po, udhtojnë, ka dronë që udhtojnë edhe 1000 kilometra, edhe 2000 kilometra. Se unë e dija vetëm raketat janë që mund të shkojnë këto. Vetëm se dronët ecin ngadalë. Pra do thotë që mbrojtja edhe këtu kemi të bëjmë me një mbrojtje kundërajrore të Kipros. Mbrojtja kundërajrore në Kipro nuk ka funksionuar dhe Kipro ka bler mbrojtjen kundërajrore nga Iran, nga Izraeli. Pra nuk ka funksionuar fare dhe droni është më i lehtë për të udhëzuar se raketa, sepse droni ka një shpejtësi relative të vogël. Pra nuk e kalon maksimumi, një dron mund të fluturojë me 500 km/h. Po jo me 5000 km/h. Pra droni është gjë më e lehtë për të udhëzuar. Mund ta rrezosh edhe me push krau, po të kesh një shans mirë, po të jetë ulët. Nëse ecën shumë avash droni. Dhe fakti që dy dronë kanë kaluar gjithë to hapësira ajrore. Pra nga Irani, më kanë kaluar në Irak, në Siri dhe pastaj kanë vajtur në Kipro dhe kanë goditur në bazën ushtarake ajrore angleze, tregon që nuk ka funksionuar, pra ata radarët që folëm nuk kanë arritur të e kanë verbuar, por nuk kanë arritur, po. Nuk funksionojnë radarët. Dhe ka goditur bazën ushtarake ajrore angleze, për arsye se edhe Anglia po merr pjesë jo në sulme ndaj Iranit, por në rrëzimin e raketave iraniane, pra që po shkojnë drejt Izraelit.
Po njëkohësisht ka goditur edhe në Katar bazën detare franceze. Aeroplanbajtja franceze është nisë për të ardhur këtu Jo, nuk është drejtan? nisur, jo, aeroplanbajtja, ai Macroni tha që nuk do ta çojmë aeroplanbajtjen franceze. U anulua kjo se dje pas si lajm që Jo, nuk, jo, ishte lajm kështu vëmendjes, po Macroni në deklaratën e tij që po bënte kur ishte në bazën e raketave bërthamore që posedon Franca, tha që jo, nuk do të nisim. Dritan, ndërkohë Ali Laridxhani është një nga personazhet i cili në një farë mënyrë duket sikur po e udhëheq këtë ofensivë. Nisem nga fakti që së fundmi para një muaji bashkë e kemi diskutuar një muaj, domethënë nuk duhet gaboj për kohën, por bëri një takim në Rusi përpara se të ndodhte kjo. Si e vlerëson rolin e Rusisë, se e bëra këtë si parantezë për të kuptuar dhe vlerësuar rolin që po mban dhe qëndrimin që po mban Rusia në raport me këtë luftë? Rusia po mundohet të jetë është i vetmi vend aktualisht, do të themi gjë që aktualisht është i vetmi vend në botë i cili ka marrëdhënie dhe biseda me të gjitha vendet në konflikt, që janë sot në këtë konflikt. Pra, ka marrëdhënie direkte me Iranin, ka marrëdhënie bisedimesh direkte me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është bisedime direkte, dhe ka marrëdhënie diplomatike me të gjitha shtetet e Gjirit. Dhe ka marrëdhënie edhe me Izraelin. Pra, i vetmi vend që komunikon me të gjithë është vetëm Rusia sot. Asnjë vend tjetër nuk e ka këtë kapacitet. Sot për sot që komunikon me të gjithë. Po. Dhe kjo i jep një avantazh të madh Rusisë për ta përdorur si aset diplomatik për nevojat e vet apo edhe për nevojat të Iranit, edhe të fqinjve edhe të këtyre të tjerëve të lindjes mesme në një marrëveshje diplomatike ose në një marrëveshje të ardhshme, pra si ndërmjetës. Dhe të mos harrojmë që Putini para një 2 ditësh ja ofroi veten si ndërmjetës në këtë. Aktualisht, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pranuar ato ofertë, pra nuk e kanë pranuar në aspektin që as nuk e kanë refuzuar, as nuk e kanë pranuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës u munduan para 2 ditësh të përdorin Italinë si ndërmjetëse. Pra Italia bëri ndërmjetësen dhe i kërkoi Iranit që të ulet bisedimi Irani kundër sa jo nuk pranojnë. Ky personazh deklaroi që ky personazh deklaroi, kështu që dhe ky personazh i përket grupit të personave radikal në Iran, jo grupit të personave të moderuar. Pra hynte te radikalët. Pra, vrasja Ali Khameneit e ka kaluar pushtetin dhe fuqinë te radikalët. Pra ka përkeqësuar situatën në raport si çishte, me çishte. Dhe ky përkeqësim i situatës do të thotë që nesër palët do të jenë të detyruara që nesër t'i drejtohen Rusisë për të bërë këtë ndërmjetësim. Dhe në këtë ndërmjetësim që do bëhet, atëherë këta radikal do të vendosin kushte të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës do dalin më e prekur dhe më e dobësuar nga çdo lloj kushti e cila ishte në Gjenevë. Pra në Gjenevë do dilnin totalisht fituar me ato që pranoi Irani. Tashmë ato kushte kanë rënë poshtë dhe në aspektin diplomatik tashmë është Irani ai që do vendosi kushte dhe jo më Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka ndryshuar. Dakor, nga pikpamja dhe një nga kushtet kryesore diplomatike që Irani pra është tërheqja e trupave izraelite nga Gaza. Do të jetë një nga kushtet që do vendosen tavolinë. Që do i vendosen. Dhe çfarë sjell kjo? Kjo sjell tërheqja e trupave izraelite nga Gaza. Sjell dështim totalisht të bordit paqes, pra nuk ka më bord paqe, pra bie çdo gjë. Pra këtu kemi ndryshime të mëdha gjeopolitike dhe gjeostrategjike, jo vetëm në rajon, por në të gjithë globin. Ky konflikt ka sjell këto probleme të mëdha për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra humbje të mëdha dhe në këtë ndërmjetësim normalisht që të jeni të bindur që rusët do nxjerrin përfitimet e tyre. Politike dhe diplomatike. Nga pikpamja ushtarake dritan, se kjo ishte nga pikpamja politike. Nga pikpamja ushtarake rusët e kanë ndihmuar Iranin, po vazhdojnë ta ndihmojnë. Aktualisht ndihma që i shkon me anije nëpërmjet detit Kaspik, në portin që është në detin Kaspik që posedon Irani, ai port ka vazhduar të funksionojë rregullisht. Vazhdon të funksionojë. Po edhe pardje dhe dje kanë qenë 2 anije të tjera ruse të cilat janë ankoruar në këtë port, pra anije transporti, se çfarë kanë sjell, se çfarë kanë marrë, nuk di ta them. Por që vazhdon komunikimi dhe ardhja. Njëkohësisht funksionon edhe treni me Kinën, pra. Linja kurorore që vazhdon të funksionojë në mënyrë të pacënuar. Pra çdo lloj ndihme vazhdon të vi edhe në këtë aspekt. Pra nuk i ka munguar ndihma nga të dyja këto.
Dhe duhet të kemi një parasysh që për Rusinë sidomos, kjo luftë që Irani, pavarësisht se Rusia po mundohet të mbajë të moderuar ndërmjetësin, duhet të kemi një parasysh. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 4 vjet që furnizojnë me armatime, me njoftime, me shërbime, me inteligjencë Ukrainën kundrejt Rusisë në mënyrë që ta përgjakin Rusinë. Tashmë rusëve shumë shpejt u rrotullua globi, kemi rrotullohet shpejt globi, ju ka ardhur në dorë tash që ata ta përgjakin Amerikën duke ndihmuar Iranin në të njëjtën mënyrë si Shëbaja dhe duke qenë se Shëbaja e theu tabun. Pra dhe nuk ka që 4 vjet që kjo lloj ndihme që Shëbaja i jep një shteti tjetër që në një shtet tjetër nuk quhet më pjesëmarrje në luftë, tash nuk mundet më as Shëbaja dhe as NATO ta quaj pjesëmarrje në luftë ndihmën që Kina dhe Rusia i jep Iranit, sepse janë duke bërë vet. Pra në këtë drejtë kemi mbritur. Si thot Zoti, çfarëdo që të bësh, do të shpaguhet në të njëjtën mënyrë. Pra atë që kanë bërë, atë që kanë mbjellë janë duke korrur tashmë amerikanët në Iran. Kina drejton se e zauruan pak atë takimin Mars, po si e vlerëson pozicionin e Kinës në raport me ndihmën ushtarake? Kina për çudi është pra e ka në raport me ndihmën ushtarake, ndihma ushtarake kineze është kryesorja në aspektin e kësaj çapo ndodh. Zbulimi strategjik. Jo vetëm të zbulimit strategjik, të nivelit të kapaciteteve të raketore që ka Irani, të niveleve të tjera të raketave të cilat kanë para se fillimit të këtij konflikti, një 2 ditë para fillimit, Irani dhe Kina nënshkruan një marrëveshje sekrete ushtarake që Kina t'i shiste Iranit një lloj rakete detare me kapacitet deri në 700 km, e cila është raketë hipersonike. Hipersonike. Po. Pra është nënshkruar 2 ditë para fillimit të kësaj. Unë nuk e di apo lëvrohet kjo raketë apo jo. Dhe kur është koha e lëvrimit të kësaj rakete. Po në rast se Irani e merr këtë raketë, atëherë Iranit i rritin kapacitetet që të sulmojë të gjithë objektivat detar aktualisht amerikan që ndodhen në detin e Omanit, sepse në fillim të këtij konflikti, pra ditën e shtunë kur nisi sulmi, në aeroplan mbajtja dhe të gjitha luftanijet amerikane ndodheshin 300 km larg kufirit të që luajtën me Tomahawk, do afroheshin, e kemi thënë këtë. Dhe pasi e bën këtë dhe pasi filloi kundërpërgjigjja iraniane, ato tashmë janë larguar ndodhen 700 km larg, për arsye se aktualisht Irani nuk posedon raketa detare dhe dron detar që e mbrin 700 km, posedon nga ato që mbrin deri në 500 km maksimumi. Pra janë jashtë rrezës të goditjes iraniane. Po në rast se iranianët e marrin këtë lloj rakete me cilën kanë bërë marrëveshje 2 ditë përpara se të fillonte ky konflikt, atëherë hyn brenda rrezës goditjes dhe ju duhet të largohen të paktën 300 km të tjerë, pra shkojnë 1000. Dhe kur shkojnë 1000, mundësia e goditjes është 0, pra efekti që ata mund të shkryen me goditjen e tyre ndaj Iranit bëhet 0 në këtë moment. Dritan, të falenderoj shumë. Ju falenderoj. Në këtë pjesë të dytë emisionit dhe të fundit për sot është bashkuar me mua Klejt Këllixhi, pedagog i shkencave politike. Klejt, kënaqësi që të kam. Endri Gafani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Endri, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Gjithashtu. Endri, do të shkojmë drejt tek aktualiteti që lidhet me luftën që ka filluar në lindjen e mesme dhe në fakt me kryengjarjen që ishte eliminimi i liderit suprem të Iranit Ali Khamenei. Si e vlerësove këtë zhvillim të ri dhe çfarë mendon se do të prodhojë? Ali Khamenei me parapunës e treguan vetë popullit iranian që doli të festonte, bile jo vetëm ata që ishin iranianët jashtë vendit, që u kënaqën dhe festonin, po festonin dhe iranianët brenda në Iran, domethënë për vdekjen e këtij diktatori, i cili ishte njëkohësisht edhe kriminal, domethënë. Kështu që në kuadër të asaj që është fundi merituar i çdo diktatori, rasti i këtij ishte për të përgëzuar vdekja e tij, bile ishte e vonuar, do të kishte vdekur vite më parë, do të ishte vrarë vite më parë, nga vetë populli vet për ato që ka bërë. Për sa i përket goditjes, ajo që ka qenë në strategjinë e Shtetit Bashkuar dhe të Izraelit, nëse shikohet, ka qenë tentativa për të kryer një këputje të kokave në mënyrë të menjëhershme, sepse një veprim i tillë nga ana ushtarake, pra ka 2 elemente, elementin moral dhe elementin praktik. Në elementin moral, vrasja e gjithë këtyre mund të çojë në demoralizim, pra të trupave poshtë,
në një farë mënyrë edhe në një angazhim më të madh të popullit, pra që ndihet i kënaqur domethënë në fundi këtyre njerëzve, dhe në ana tjetër, ana praktike ka të bëjë me faktin që nëse ti kaput kokat, se nuk ishte vetëm Khamenei, i cili merrte vendime politike, po ishte shefi i shtabit të përgjithshëm, shefi i forcave ajrore, komandanti i gardës revolucionare, shefi i forcave raketore, shefi i forcave, domethënë praktikisht gjithë kokat u goditën dhe u eliminuan me goditjen e parë. Kjo bën të vështirë pastaj koordinimin e një kundërpërgjigje. Po, sepse ti duhet marrësh urdhër nga sipër. Në këtë rast, kjo ishte arsye që përgjigjja e parë po themi, Iranit ishte në një farë mënyrë disi e të koordinuar në kuptimin e gjetjes së targetave, pra vendeve në të cilët do shënjestronte e tjerë, dhe kjo ishte diçka e cila ishte parashikuar nga ana e po themi e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga ana pastaj pjesës tjetër ishte ajo që dha një efekt në terren, pra që u tregua ishte fakti që Irani kishte marrë masat për një mundësi të goditje të tillë, dhe ato që ishin objektiva ushtarak për të goditur në një farë mënyrë ishin para aprovuar. Pra, se thua, nëse ndodh gjë mua, ti vazhdo dhe godit. Ishin para aprovuar. Po, ishin para aprovuar. Lista e objekteve të cilat do goditesh ishte para aprovuar nga ana e Iranit. Në kjo është arsye që ti pate goditje në drejtim të vendeve të tjera edhe më njëherë pas goditjes së Khamenei. Domethënë, dhe kjo ishte edhe një arsye që nuk u arrit objektivi i eliminimit, le të themi, apo dëmtimit të asaj që konsiderohet ajo sjell një farë shkputje, sepse sjell një farë dobësimi, sepse normalisht po që nuk u eliminua, këtë po them. Po, normalisht nuk mund të eliminohet me 100%, pra ajo që ndodh për ti, ideja e një skenari është e tipit të tillë që ti mund të mendosh që mund të goditë komandanti, atëherë në rast se mungoj unë, pra derisa zgjidhet komandanti tjetër, unë bëj një listë objektivash të para aprovuar për të goditur në rastin e mungesës time. Problemi me këtë skenar, pra ky skenar është që nga ana ushtarake nuk është dhe aq domethënës, sepse gjithmonë është ideja që siç është lufta një vazhdimi politikës me mjet të tjera, normalisht edhe ato, po themi, objektiva që janë të paraaprovuar, mbase nëse do ishte gjallë Khamenei apo do ishin gjallë të tjerë, mbase edhe mund mos ishin goditur. Për shembull, rasti i goditjes së vendeve si puna e po themi Bahrainit, apo si puna e Omanit, apo si puna e Abu Dhabit, apo si puna e ndërtimeve të tjera. Pra, do të dalim pak. Pra, ideja është që gjithmonë është mirë që të ketë një farë kontrolli politik mbi ata që janë objektivë ushtarak dhe të merren vendimet në moment duke parë rrethanat. Sepse është ndryshe që ta jap lajmin që tani unë dhe them ti po vdiqa unë pas një jave godit këta, dhe është ndryshe nëse ndodhin ngjarje të tjera dhe gjatë kësaj jave unë mund të ndryshoj mendje dhe them, shiko, e mendova që duhet të goditur filani, po tani është mirë mos e godasëm sepse janë këto rrethana. Pra, risku i këtyre që janë goditje të paraaprovuar është pikërisht kjo. Të ndryshon skenari, të ndryshojnë rrethanat dhe ti nuk ke më mundësi pastaj që të heqish dorën nga ai reagim që mbase edhe mund mos ta kishe bërë. Pra, në një farë mënyre, ajo që ishte loja amerikanëve funksionoi deri në një farë mase, pra ose qëllimi i tyre funksionoi deri në një farë mase, të shikojmë se sa pastaj mund të ketë impaktuar pjesën tjetër të përgjigjesh kundër përgjigjes iraniane. Kate, si e vlerësove këtë goditje që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pra eliminimin e liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei? Ky është një lloj skenari i cili është përdorur nga Izraeli kryesisht në Liban me Hezbollahun, pra tentativa për të eliminuar kokat e organizatës. Problemi është kokat e organizatës është mirë, okay. Se kam një saj. Hezbollah është një organizatë terroriste, Irani është një shtet. Natyrisht që Ayatollah Ali Khamenei nuk është kryetari i shtetit, është kryetari i një organizmi shtetëror, i cili mban nën kontroll gjithë aspektet politike të jetës Iranit. Kryetari i shtetit është Pezeshkian, është presidenti iranian, i cili nuk ka një peshë të rëndësishme sa kohë që
presidentët seleksionohen edhe pastaj bën zgjedhje relativisht lira në Iran, pra pak a shumë autoritetet politike janë të determinuar, autoritetet shtetërore janë të determinuar. Khamenei është një autoritet ideologjik. Po. Problemi ose ajo çka shoh unë është kjo që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bashkuar ose kanë pranuar strategjinë izraeliane, e cila nuk ka si qëllim thjesht eliminimin apo të kurrjen e kapaciteteve ushtarake të Iranit, por ka si qëllim goditjen e krerëve të regjimit dhe në një lloj tentative për ta çuar regjimin drejt kolapsit. Dhe Izraelit i intereson më shumë një paralizë institucionale e Iranit se sa një eliminim i kapaciteteve ushtarake që Irani ka. Kjo ka dhe një arsye tjetër, pasi kundërgoditjet e Iranit nuk janë kundërgoditje të natyrës thelbësisht ushtarake, janë goditje shantazhuese, në kuptimin e asaj që raketet balistike që Irani ka nuk do të godasin vetëm objektiva ushtarak, mund të godasin edhe objektiva civil. Sepse armatimi iranianet nuk është i sofistikuar. Në tjetër kohë kemi pak këtë radhë që edhe goditjet izraeliane edhe amerikane kanë pas edhe si qëllim infrastrukturë civile. Ajo që unë besoj është që këtë radhë është politika amerikane është konformuar me objektivat strategjik që ka Izraeli në zonë. Dhe po pranon deri diku kolapsin, jo zëvendësimin e regjimit, po kolapsin e regjimit. Tash këtu ka disa probleme kolapsi i regjimit. A do të çojë kolapsi i regjimit në një kolaps të natyrës sociale, a do të kemi një situatë siç ngjashme me Sirin, me luftën civile në Siri. Po, to janë pyetje, i kam klet, i kam. Për mua objektivat Izraelit nuk janë objektiva thelbësisht ushtarak, janë objektiva të cilat janë vazhdim i një momentumi, sepse në një konflikt mbajtja gjallë e momentumit edhe justifikon konfliktin, pra një momentumi që ka filluar më përpara, që nga vera vitit kaluar pak a shumë, kur pjesëmarrja amerikane ka qenë edhe aty relativisht e madhe, janë godit objektivat amerikan nga Irani, edhe pse të koordinum, kështu që në një farmase dihet që një goditje nga ana e Izraelit drejt Iranit do shoqërohet me ndihmën amerikane dhe një kundërgoditje nga ana e Iranit ndaj Izraelit do preki edhe bazat ushtarake amerikane që janë para. Dakor. Pyetje Klejt, për sa i përket ligjit ndërkombëtar, a përbën kjo një thyrje dhe një shkelje të rëndë, domethënë vrasja e liderëve të shteteve? Ligji ndërkombëtar ka vlerë për sa kohë që respektohet nga palët ndërluftuese. Që nga koha luftës dytë botërore, kemi pas tentativa për eliminimin e kryetarëve të shtetit, tentativa për eliminimin e Hitlerit edhe nga ana e rusëve dhe amerikanëve. Ka tentativa të tilla, sepse ne jemi në kuadrin e një bote e cila paktën Irani është regjim, është shtet, po mbi të gjitha është regjim. Dhe nëse ti pret kokën kryetarit të regjimit, atëherë teorikisht duhet të shkatërrohet regjimi, por regjimi shtetit prap mbetet. Okej. Nuk u vra presidenti i Iranit. Është vrarë Ali Khamenei, i cili është kryetari një organizate e cila teorikisht nuk ka kapacitete të drejtimit të administratës publike. Është partia, le të themi, në kuadrin e Shqipërisë, një lloj paralelizmi ishte partia, nuk është qeveria. Megjithatë, partia kontrollon gjitha levat e shtetit. Kjo është pak a shumë ideja mbrapa. Nëse kjo është diçka e thyrje e drejtës ndërkombëtare, nuk e fus në këtë aspekt. Unë mendoj që vrasja e një autoriteti politik, të paktën të Iranit dhe mënyra se si po vepron Izraeli, ka pikërisht si qëllim vënien në krizë të regjimit, por pa përgjigje politike. Pra pa kërkuar një lloj angazhimi politik, ajo që ndodhi në Venezuela. Pra u mor Maduro, u pati një negociat me zëvendës kryetarin e regjimit. Në rastin konkret këtu nuk ka asnjë lloj tentative për të pas një zëvendësim apo një lloj mekanizmi e qartë. Endri, si e shikon, si e lexon këtë faktin që Irani po kundërpërgjigjet duke goditur të gjitha bazat amerikane, por edhe rafineri nafte që kemi parë,
e tjera. Do më thënë edhe në Dubai ka bërë goditje cilat i kemi parë në video, janë goditur ambasada, njëkohësisht si e vlerëson këtë, sepse nuk e pam një përshkallëzim të tillë në luftën 12 ditore, fjala vjen. Nuk e pam një përshkallëzim të tillë në goditjen e këtyre niveleve. Po, përshkallëzimi hyn tek pjesa e strategjisë së Iranit që nuk po them për bazat, se nuk është përshkallëzimi goditja e Katarit, goditja e Bahreinit, Arabi Saudite e tjerë. Abu Dhabit ka goditur në vende në cilët amerikanët nuk është se kanë pasur baza, pra ka goditur çdo vend të rajonit që ka qenë afër. Kuvajtit. Dhe në Kuvajt ka baza amerikane, po them në ato vende në rastin konkret dua ta përjashtoj faktin se në luftën 12 ditore nuk ishin përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe goditja e bazave nuk ishte. Sepse edhe u përfshin në fund, pra në luftën 12 ditore nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të përfshira. Po pra, nuk ishin. Derisa tani janë. Kurse tani janë përfshira dhe në këtë rast janë goditur jo vetëm ato të cilët janë bazat amerikane, në dallim nga po themi nga fakti kur u godit baza në Katar vitin e kaluar, këtë rast janë goditur dhe ato objekte të cilat nuk kanë lidhje fare me amerikanë. Për shembull, godas është gratë-çela si Burj Khalifa apo destinacione turistike, është thjesht akt terrori, domethënë nuk ka ndonjë politik shantazhi. Është tani dhe në këtë rast përgjigjja e Iranit ka bërë një llogaritje të thjeshtë. Unë do bëj terror tek fqinjet në mënyrë të tillë që fqinjet pastaj të ushtrojnë presion ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës që të ndalojë luftën, dhe të ulet në tryezën e bisedimeve. Pra, kjo është strategjia. Strategjia e Iranit është pikërisht kjo, terrorit e fqinjët për ta detyruar që të marrë një avantazh politik, siç është ndërpresja e luftës e tjerë. Dhe kjo është strategji e gjatë e Iranit. Irani është një shtet terrorist. Dhe ka përdorur terrorin për qëllime politike. Që nga krijimi i tij deri më sot. Një nga arsyet për shembull e goditjes se Irani tani ishte pikërisht për të parandaluar atë moment kur kjo politikë e Iranit nuk mund të kundërshtohej më. Sepse Irani ka i potencial, po themi ka pasur potencial për 1500 deri në 3000 raketa, 2000 deri 3000 ishin ato llogaritjet, në ato cilat po themi një pjesë e tyre të gjysma u shkatruan gjatë konfliktit parë vjet. Por Irani prodhon rreth 100 raketa në muaj dhe pra u mundua që t'i zëvendësonte shumë shpejt dhe humbjet, po njëkohësisht objektivi ishte që të shkonte 10.000, 15.000, 20.000 raketa. Dhe ky arsenal kaq i madh raketash do shërbente pikërisht për këtë gjë. Pra, nëse ti sulmoj Iranin, ai do e bënte ferr gjithë vendet rreth rrotull. Luftë rajonale tha ai. Dhe në këtë moment ti do e kishe shumë vështirë të ndërhyje në Iran për të arritur objektivat e tu, sepse me ato 15.000 apo 20.000 raketa që kishe, ai mund të bante peng gjithë rajonin. Pra ti do e kishe të pamundur të ndërhyje ushtarakisht në Iran. Dhe një nga arsyet pse u godit, u përmendën Rubio, ishte fakti që nëse ne do e linim, pra do vazhdonim akoma më tepër, Irani do krijonte një arsenal të tërë aq të madh raketa sa do e kishte të pamundur të futesh ti më mbrapa për të ndërhyrë ushtarakisht, sepse do ndodhte pikërisht ky skenar. Imagjinoni këtë skenar që është tani po 10 herë më i rënd për sa i përket vendeve të rajonit. Pra goditjet. Që do thotë ti praktikisht do e kishe, sepse s'do kishe mbështetjen e asnjë vendi të gjirit nëse do shkoje për ta goditur në ato momente. E qartë. Dhe kjo ka qenë strategjia historikisht e Iranit. Vonohu me biseda, merr kohë me biseda, dhe e ka pasur edhe në kohën e Obamës, vonohu, bëj premtime që nuk i mban, siç bëri marrëveshje me Obama, që tha që unë nuk do e pasuroj, dhe ndërkohë që thoshte nuk pasuroj, ndërkohë edhe pasuronte uraniumin, por njëkohësisht shtonte edhe po themi këtë të raketave. Kjo është arsye që po themi në këtë rast ndërhyrja amerikane ishte pikërisht për këtë, o do ndërhyej tani ose nuk mund të ndërhyej më mbrapa. Pikërisht për shkak të kësaj skemi që është në anën e Iranit. Për sa i përket drejtës ndërkombëtare, pastaj është një çështje tjetër. Do flasim për atë, po unë do doja shumë një pyetje në lidhje me faktin që para kësaj goditje ishte ajo që kërkohej në deklaratat e Netanyahut dhe Donald Trump, ka qenë pikërisht një skenar ku
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do godisnin nga ajri apo nga deti, ndërkohë iranianët duhet merrnin në dorë fatet e tyre. Po. Çfarë po ndodh me këtë skenar në kuptimin që çfarë po ndodh brenda Iranit? A ka prodhuar kjo një efekt të dëshirueshëm, ajo që të paktën ajo Trump dhe Netanyahu dëshironin të arrinin si objektiv? Pra, një kryengritje të brendshme dhe më pas rrëzimin nga pushteti nga brenda nëpërmjet vetë iranianëve të regjimit të ajatollave. Tani pra objektivat e po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit ishin dy. E para njëherë që Irani mos ketë armë bërthamore, që ishte një vije kuqe, dhe e dyta që mos kishte potencial raketor të tillë që të mbante shantazh gjithë rajonin. Kjo erdhi së fundi. Këto ishin dy pikat në të cilat nuk ishin. Dhe në kuadër të goditjes, pra që po ndodh tani, janë duke u azisuar jo vetëm potencial ndryshimi regime change. Këto ishin dy objektivat e deklaruar gjatë bisedimeve, këto ishin të dy objektivat. Gjatë bisedimeve. Dhe historikisht edhe Izraeli e ka bërë qartë që nuk do lejonte kurrë që Irani të kishte bombë bërthamore, pra është një qendrim i vjetër i Izraelit ky, dhe njëkohësisht nuk pretendonte edhe gjatë luftës që ndodhi 12 ditore, që pikërisht kjo goditja e potencialit raketor. Pra, këto dy ishin elementet të cilët edhe ishin në tavolinën e bisedimeve. Dhe Shtetet Bashkuara, po të shikosh edhe tani, goditja është ndaj, jo vetëm ndaj atyre që janë potenciali raketor, pra janë goditur dhe fabrikat në cilat prodhonin, edhe tunelet, janë goditur lëshuesit, por njëkohësisht janë goditur dhe uzinat që kishin të bënin me pasurimin e uraniumit dhe ato të programit bërthamor. Pra ka pasur goditje edhe ndaj këtyre objektiveve. Po. Edhe në kuadër të këtyre dy objektive, ajo që ka thënë Trump, do thoshte ne do kishim dëshirë për një ndryshim regjimi. Dhe thirrja ka qenë në mënyrë jo dhe aq të drejt për drejt, po në mënyrë indirekte në kuptimin e ne po e godasim dhe do e dobësojmë aq shumë sa juve tani keni mundësi në një gjenerat të tërë që të merrni në dorë fatin tuaj. Po. Pra, në këtë rast, pra, ideja e Trump, pra, ose ajo thirrje që ka qenë Trump, ka qenë që, shiko, në fundit, se kjo është dhe njëna pikë pyetjet pastaj më mbrapa, në fundit, objektivat e mi si Shtetet Bashkuara të Amerikës janë armë bërthamore dhe raketat. Nëse Trump do kishte gjetur një zgjidhje për këtë, nuk do kishte pasur goditje. Pra Trump nuk do kishte marrë fare me regjimin. Po të kishte gjetur këtë sepse nuk është në një kënaqësi e madhe të angazhohesh në një luftë në cilën ti nuk e di se si do shkojë, se do zgjasë jashtëzakonisht shumë, do ketë kosto shumë të nda. Por po të kishte marrë këtë element, Trumpi edhe mund të mos kishte goditur. Por thotë, duke qenë se ne kemi goditur, duke dobësuar, ju tani keni mundësinë e një gjenerate që ta merrni në dorë. Dhe në varësi të kësaj pastaj ka të bëjë fushata ushtarake, po mund të flasim më vonë, po sepse edhe fushata ushtarake pastaj ndryshon. Jo, vazhdo me fushatën ushtarake se unë do doja shumë. Sepse për shembull tani kanë filluar të godasi, pra, përveç elementit parë, ajo që ka qenë prioritet kanë qenë lëshuesit e raketave, depot e magazinimit të raketave, çfarëdo lloj gjë që kishte të bënte me raketat. Po ta vini re, ka rënje të ritmit të sulmeve me raketa nga ana e Iranit, edhe për shkakun që janë goditur jo vetëm depot edhe fabrikat në cilat prodhohen, po janë goditur edhe lëshuesit. Dhe kjo ka bërë që numri i raketave të jetë më i vogël dhe të ketë më shumë numër dronësh. Pra elementi i parë që ka qenë në ana e pikpamjes strategjisë ushtarake është që unë ty të heq mundësinë që ti të bësh lojën e shantazhit të fqinjtë ose të më kundërgodasësh në radhë të parë. Po. Pasi sigurohesh për këtë pjesë, pastaj kalon tek pjesa e dytë, e cila është goditja e infrastrukturës ushtarake që ka të bëjë me organet represive. Janë goditur vend komanda, janë goditur depo municionesh e tjerë, po janë goditur dhe vendet në të cilët kanë qenë trupat e gardes revolucionare, po dhe ato të trupave basicë. Tani për shembull, trupat basicë, duke parë që ato që ishin në kuartieret e tyre ishin duke u goditur nga forcat amerikane, kanë filluar t'i çojnë në për spitale, kanë filluar t'i çojnë në për shkolla, pra duke qenë se objektivat aty dihet ku është për shembull, si thua në Shqipëri për shembull dihet ku është Ministria e Brendshme, dihet ku janë rajonet e policisë. Duke qenë se ato mund goditeshin, atëherë nuk e vendos më rajonin e policisë
po themi tek aty ku është, po e çon për shembull te gjimnazi Petronini, apo e çon te një gjimnaz tjetër, apo e çon te shkolla. Në këtë mënyrë ata mundohen që të evitojnë goditjet nga ana po themi e aviacionit, por të ruajnë të forcën e tyre operacionale, sepse ti nuk mund t'i lësh njerëzit pa një kuartier, pa një vend ku të mblidhen dhe të organizohen. Dhe në këtë kuadër, goditja ndaj këtyre forcave është pjesa e dytë e operacionit. Pasi të eliminohen ato që janë rreziqet po themi e raketave dhe sisteme mbrojtje raketore që janë sistemet e radarëve të Iranit, pjesa e dytë pastaj është goditja e infrastrukturës që ka të bëjë me organin represiv. Kjo ka filluar tani dhe kjo krijon pastaj premisat që mund të kesh një lëvizje të po themi të popullsisë apo dhe të popullsive të tjera që janë iranianët apo ata kurdët apo azerët, për cilën ka pas dhe lëvizjet e kurdët dhe azerët. Kurdët dhe azerët. Do ta kemi atë hartën aty regjia të ballkanizimit, idesë ballkanizimit të Iranit. Po, nëse lëvizjen ata futet Turqia pastaj, se pastaj fillon të komplikohet çik situata. Ja, kjo është pak a shumë. Po. Zona për cilët po flitet është zona e kurdëve, në cilën ke aty, ke zonën e po themi azerëve, e cila është pak më sipër. Dhe këto janë zona, po themi, Azerbajxhanësit janë 1/5 e popullsisë, janë mbi 20% e popullsisë në Iran. Azerët, këta që janë të sipër. Po në dallim nga... Ka densiteti popullsie këtu sipër? Po, është një zonë në cila popullsia është goxha e madhe e azerëve, janë mbi 20% e popullsisë. Mbi 10% e popullsisë janë kurd. Po shikosh, sepse kjo pjesa tjetër, po të shikosh, kjo pjesa aty është shkretëtirë ose vende të cilat nuk banon njeri. Shumica e popullsisë është në zonën perëndimore të Iranit, duke filluar afër gjirit persike, duke vazhduar sipër deri në drejtim të Kaukazit. Kjo është zona në cilën jeton shumica e popullsisë. Dhe po ka një problem azerët azerët që janë në Iran janë Bektashi, janë Shia, domethënë se tash Bektashi. Janë Shia, ndryshojnë nga turqit. Azerët është popullsi turke. Po. Edhe gjuha e tyre është një nga gjuhët turke që ekzistojnë. Pra nuk ka janë Shia dhe problemi është nuk ka mundësi për një ballkanizim, shpërbërje. Jo, mundësi për ballkanizim ka, mundësi për ballkanizim ka, ndërhyrje që mund të bëhen aty kurdët që kanë qenë në këtë zonë vazhdimisht kanë bërë luftë dhe një në arsye që ka pasur dhe konflikti Irak-Iran ka qenë për kurdët. Kishte kërkuar kontakt me dy liderë. Problemi është që nëse fillojnë kurdët, del një lojë tjetër që është loja e Erdoganit, në cilën nuk mund të lejojë një shtet kurd që të krijohet në atë zonë, dhe njëkohësisht do dojë që të ketë patronazhimin e azerëve, të cilët janë popullsi turke. Pra siç ka lidhje siç ka lidhje me Azerbajxhanin. Azerbajxhani për shembull, ai që është kretarja i Azerbajxhanit është aleati më i ngushtë i Turqisë. Kështu që normalisht nëse fillon ky skenar, atëherë Turqia fillon futet ajo në lojë dhe është shumë problematike pastaj. Krejt, nëse do të shtosh diçka për këtë çështje, je i mirëpritur, por unë do kaloja shumë tek Europa. Është një skenar shumë interesant, është skenar shumë është skenar shumë tragjik, një tentativë për të futur helmin e luftës civile në Iran, sepse pasoja do t'i vunte prapë Evropa, siç e bën Siri. Kurdët, nëse kurdët futen në lojë dhe këtë radhë, pastaj do të vazhdojë politika e famshme që ka filluar në Irak me sulmin e parë ndaj Irakut, ku u potencuan kurdët për të kundërvënë shiave edhe sunitëve në Irak. Sot Iraku ka gjetë mas shumë kohësh një lloj paqe. E njëjta gjë ndodhi me Sirin, po pastaj kurdët u braktisën, kështu që unë shpresoj që kurdët mos i futen një lojë e cila do t'i shohin në një moment të dytë ose të tretë si të humbur, sikurse ka ndodhur edhe në Siri, në Irak pak më pak. Besoj që ky skenari i famshëm i këtyre luftrave civile mos aplikohet. Trump ka kërkuar sot një komunikim me kurdët, me dy liderë kurd. Strategjik ta fusësh një zonë në kolaps të madh, janë 80 milion banor aty. 90 milion banor, ta fusësh gjithë zonën në kolaps strategjik për çfarë? Për objektivat strategjik
të Izraelit për parandalimin e armatosjes së një vendi i cili me ato logjik që ka edhe Arabia Saudite nesër është rrezik për Izraelin, Turqia etj. Ç'do bësh? Dhe sulmosh të gjitha? Në rast se këta ndryshojnë regjimin nesër dhe vazhdon po pra politika e potencës, ai vend aty në gjithë historinë e vet ka pasi politikë potence. Historinë e vet moderne. Nuk po i futemi antikitetit, po që nga perioda e Shahut, fjala vjen që ka pas politikë, ka qenë fuqi rajonale. Edhe mas viteve 80 prapë ishte fuqi rajonale, pavarësisht sa e kufizuar është. Po mbasi mbaroi regjimi, të vini një regjim tjetër. Ç'do bëjnë? Po pra politikë rajonale do bëj. Në rast se mbetet i shtet unitar dhe nuk i fusin spicat e luftës civile. E qartë. Ndërkohë, Nëse mund të thëj diçka për fatkeqësinë e kurdëve në këtë rast, sepse kurdët janë genocidi që është bërë ndaj kurdëve nga ana e Irakut, Saddam Hussein, kur ka qenë atëherë që i goditi dhe me armë kimike, që pati me 10 fëmijë të vrarë. Edhe shitëve, edhe kurdëve dhe shitëve. Po ka qenë një arsye që kur pas luftës së parë u vendosën 2 zona ndalim fluturimi në veri të Irakut dhe në jug të Irakut. Dhe pas ndërhyrjes dytë, veriu të Irakut i dha autonomi. Veriu i Irakut ka qenë, trupat kurde kanë marrë pjesë kundër regjimit Saddam Hussein në mësimin e 2003-shit dhe janë përdorur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po kjo nuk i pengoi Shtetet Bashkuara të Amerikës që në momentin kur Turqia sulmoi veriun e Irakut ku ishin kurdët të mos thoshte gjë. Dhe sot në veri të Irakut, në zonën kurde, ka trupa turke. Të njëjtën lojë me kurdët e ka bërë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në kohën ndaj ISIS-it. Pra, kur ishin në Siri, kurdët u mbështetën dhe tani i lanë në baltë kurdët sepse u larguan. Dhe kjo është njëna problematikat që shikohet me kurdët, është fakti që mund të futen luftë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë treguar që i kanë braktisur sa herë që ka dalë një kombinim tjetër. Dhe kjo është dhe fatkeqësia edhe për kohën. Nuk e di a do ndikojë në vendimin e kurdëve tani. Edhe një diçka është problem shumë i madh. Irani është një nga vendet që ka pas më pak tensione politike etnike brenda për brenda. Pavarësisht regjimit ajatollave. Është i vend në cilin kanë jetuar dhe jetojnë akoma çifut, ebrej, cilët nuk izraelian. Jo izraelian. Ebrej ka një komunitet relativisht madh në Teheran, armen etj. Nuk është në një vend i cili ka shfaqje apo ka manifestuar problemet natyrës etnofetare, pavarësisht një regjimi nacionalist shit, po të themi. Pavarësisht kësaj, ka qenë një vend i cili ka ditë me mbajt raportet, pra një vend i cili ka aplikuar mentalitetin e perandorisë në një shtet pak a shumë modern, le të themi. Kret, ndërkohë bën përshtypje reagimi i Europës, i Britanisë Madhe në raport me këtë luftë që po ndodh në lidhjen e mesme. Si vlerëson qëndrimet e deri tanishme, qoftë të Britanisë, qoftë të Spanjës, qoftë të Francës, qoftë të Mersit, të Gjermanisë, i cili do shkojë në drejt Washingtonit në një takim me Donald Trump. Si e vlerëson? Situata është një lloj shantazhi i cili po aplikohet pak a shumë në logjikën e marrëdhënieve ndërkombëtare, në cilën shtetet europiane në kushtet normale do të ishin qenë kundër një ndërhyrje në Iran, patjetër që kundër, të paktën nga pikpamja deklarative. Por në krahun tjetër qëndron shpata e luftës në Ukrainë dhe shtetet europiane nuk duan që të futen në një lloj debati apo ftohje me Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të konfliktit në Ukrainë. Andaj dhe ka një lloj po kanë përshtypjen që kjo është rezerva. Nuk ka të bëjë me faktin që me pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës një lloj hakmarrje të Europës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, në të gjithë Shtetet Europiane janë përshtat Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me sanksionet ekonomike që mund t'i vendosen Iranit. Por nuk do të mendonin ose nuk do të donin kurrë që të futeshin ose të mbështetnin Izraelin në një politikë, sepse ky është një vendim i cili thelbësisht ndihmon shtetin e Izraelit, as më shumë as më pak. I jep një lloj pozicioni shumë problematik brenda linjës mesme, sepse pak a shumë
tash bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli po i jepet një lloj licence ndërkombëtare nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar cilin do shtet, cilin e ndjen se ka një problem të natyrës sigurisë. Natyrisht që Irani është shteti me cilin Izraeli ka më shumë probleme, por me eliminimin e Hezbollahve, me eliminimin ose me tkurjen e Hamasit në Gaza, me rënien e regjimit iranian, mundësia që Izraelit të ndjente pasiguri imediate nga Iranit janë shumë të vogla. Çështja tjetër pastaj armatosja bërthamore e Iranit. Tu nuk kemi tek armatosja bërthamore. Ai rreziku i armatosjes bërthamore të Iranit është i minimizuar deri aty ku s'mban më, le të themi. Nuk është eliminuar totalisht, por është pak a shumë i kufizuar. Çështja janë edhe raketat balistike. Një vend nëse nuk ka kapacitet për të mbrojtur, pastaj çfarë t'i ngeli? Një vend ka një armë me cilën mbrohet më shumë ose më pak. Endre, si e vlerëson qëndrimin e Evropës? Qëndrimi i Evropës është rrjedhoje e faktit të gjithë zhvillimeve të po themi të dekadave të fundit, për 10 vjeçarëve të fundit. Evropa e parapunës nuk ka një politikë të jashtme. Është e vdekur politikisht, në kuptimin e një pothuajse mos ekzistencë të një politike të jashtme, edhe në rastin po themi e një arritjes me marrëveshje që bëri Irani me Obamën, ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës ata të cilët arritën marrëveshjen me Iranin, dhe pastaj BE-ja u ul në tavolinë, ata si thua, pasi ishin zgjidhur problemet me amerikanët. BE-ja nuk pati raport ose nuk pati ndonjë ndikim në vendosjen e armëpushimit në Gaza, BE-ja nuk pati ndonjë ndikim, po themi, në konfliktet që ndodhin në Afrikë apo në çdo vend tjetër të botës. BE-ja është pothuajse non-ekzistente në atë që është politikën e saj të jashtme. Nga ana tjetër, BE-ja nuk është se e ka prioritar çështjen e Iranit, paktën për momentin. Çështja prioritare për Evropën sot është konflikti Rusi-Ukrainë. Ajo që është primare për shtetet evropiane është, po themi, mbajtja një konflikti aty dhe zgjidhja e konfliktit në atë zonë. Në kuadër të këtij kërcënimi që është kërcënimi rus për Evropën, gjithë vëmendja dhe gjithë resurset janë përqendruara në drejtim të mbajtjes në këmbë të Ukrainës. Ato që janë buxhetet financiare europiane, e para njëherë nuk janë të shumta, me përjashtim të Gjermanisë, vendet e tjera nuk janë mirë nga ana ekonomike, edhe Gjermania nuk është se po performon mirë, po sido që të jetë nuk ka atë borxh publik aq të lartë sa që kanë vendet e tjera, siç është puna e Francës, si puna e Italisë, si puna e Britanisë, të cilët kanë borxh publik jashtëzakonisht lart. Dhe krizë, po themi, sidomos Franca është më dobët në të gjithë për sa i përket krizës financiare, që do të thotë nuk e një surplus ekonomik apo mundësi ekonomike për të harxuar shumë fonde. Dhe tani këto fonde që ti do i harxosh, ose do i harxosh për të fuqizuar veten, dhe shtetet evropiane janë shumë brapa me forcimin e vetes, sepse për dekada të tëra nuk kanë investuar në industrinë e tyre ushtarake. Pra, o do i harxosh to për veten, ose do i harxosh për materiale ushtarake që do i çojnë për Ukrainën, ose do i përdorësh to resurse për të bërë një luftë të re me Iranin. Normalisht, zgjidhja më racionale për shtetet evropiane në këto kushte që janë është të forcojnë veten dhe të ndihmojnë Ukrainën, sepse kërcënimi nga Rusia në Evropë është primar për Evropën, kurse Irani është sekondar. Kështu që nuk është jo vetëm situata, por është njëkohësisht dhe pasojë e politikave prej dekadash në cilat nuk është fuqizuar as ka pas politikë jashtëm, por në këtë rast është dhe kosto oportuniteti për Evropën që më tepër përqendrohet në Evropë sesa të merret me Iranin. Endri, të falenderoj krejt, kënaqësi që të kisha si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.